Përshëndetje, kolegë të nderuar, nëse jeni gati, po e fillojmë konferencën e Prokurorisë Speciale. Atëherë ju falenderit që keni gjetur kohë të jeni sot pjesë e kësaj konference, ku Prokuroria Speciale, përkatësisht kryeprokurori zotëri Blerim Yusufaj, do të flasë më në detaje për operacionet e fundit nga janari deri në qershor të këtij viti që Prokuroria Speciale koordinim me Policinë e Kosovës i ka zhvilluar. Por Prokuroria gjithashtu ka zhvilluar operacione ndërkombëtare ku ka marrë përgëzime për punën nga autoritetet ndërkombëtare, për cilat kemi thirrur edhe sot konferencë për të folur më në detaje. Do të flasë kryeprokurori zotëri Blerim Yusufaj, i cili sot është i shoqëruar nga prokuror të secili departament që ka kjo prokurori, zotëri Valdet Gashi, zëvendës kryeprokurori nga Departamenti për Korrupsion, së bashku me prokurorin Fatos Ajvazi, po ashtu nga Departamenti për Korrupsion, zotëri Bekim Kudraliu nga Departamenti për Terrorizëm, zotëri Kasriot Metaj nga Departamenti Krim, zotëri Kasriot Memaj, nga Departamenti i Krimit Organizuar dhe zotëri Ilir Morina nga Departamenti për hetimin e krimeve të luftës. Pra fillimisht ndjekim fjalimin e kryeprokurorit zotëri Yusufaj e më pas do të jetë koha për ju nëse keni pyetje. Faleminderit. Nora, përshëndetje për të gjithë ju të pranishëm. Më lejoni që t'ju shpreh falënderimin tim për prezencën tuaj sot në këtë konferencë të Prokurorisë Speciale të Republikës Kosovës. Arsyeja e kësaj konferencë ndërlidhet me faktin se Prokuroria Speciale kohëve të fundit ka trajtuar disa raste të natyrës sensitive dhe shumë të rëndësishme për faktin se shumica nga to ndërlidhen me bashkëpunim juridik ndërkombëtar e që kanë impakt edhe në imazhin e sistemit drejtësisë në Kosovë. Përveç tjerësh, e kemi ndjerë obligim që përmes jush të paraqiten tek opinioni publik, gjithnjë duke u bazuar në interesimin e madh medial të publik. Në kuadër të kësaj, ndihem mirë që njoftoj se me 30 qershor të këtij viti, pjesëtarët e Policisë Kosovës, në udhëheqjen e Prokurorisë Speciale të Republikës Kosovës, kanë kryer disa bastisje në kuadër të një operacioni kundër krimit të organizuar. Ky operacion është realizuar në kuadër të një hetimi mbi pastrimin transnacional të të ardhrave të nxjerra nga trafikimi i drogës nga autoritetet italiane dhe franceze, të koordinuar nga Europoli dhe Eurojusti, e në bashkëpunim plot me Prokurorinë Speciale të Republikës Kosovës, e cilën operacione kanë ndihmuar dhe projekti hape. Kuadër të këtij rasti, janë arrestuar 2 persona në shtator të vitit 2025, në ndyshimin për kryerjen e veprave penale, pjesëmarrja apo organizimi i grupit kriminal të organizuar dhe shpërlarja e parave. Operacionin fjalë është rezultati i bashkëpunimit ngushtë ndër institucional dhe ndërkombëtar, i ndërtuar mbi besimin, shkëmbimin e informacionit dhe angazhimin e përbashkët për të luftuar krimin e organizuar dhe të gjitha format e tij. Ky veprim i koordinuar dëshmon se bashkëpunimi ndërkombëtar mbetet një nga mekanizmat më efektiv për identifikimin, hetimin dhe ndërprerjen e rrjeteve kriminale që dëmtojnë sundimin e ligjit dhe sigurinë publike. Në kuadër të këtij bashkëpunimi, ne kemi zhvilluar edhe një takim të rëndësishëm, pikërisht në 30 qershor, me përfaqësuesit e autoritetet të Spanjës, Francës, Italisë, Gjermanisë, Shqipërisë, Britanisë së Madhe dhe Europolit. Ata janë ndarë të kënaqur me punën e prokurorisë dhe për më tepër jemi pajtuar që të vazhdojmë punën e përbashkët në luftën ndaj krimit të organizuar. Të nderuar pranishëm, ju njoftoj se luftimi i krimit të organizuar, forcimi i sundimit ligjit dhe ndërtimi i një mjedisit qëndrueshëm dhe të sigurt është një përparësi e vazhdueshme e Prokurorisë Speciale.
Operacioni i realizuar me 30 qershor të këtij viti dërgon një mesazh të qartë se Prokuroria Speciale do të veprojë me vendosmëri në një mënyrë të koordinuar dhe të qëndrueshme me autoritetet të tjera të zbatimit të ligjit. Çdo goditje ndaj grupeve kriminale është një investim në sigurinë e qytetarëve, në zhvillimin ekonomik dhe të ligjshëm, si dhe në rritjen e besimit ndaj institucioneve të drejtësisë. Pra, ky është operacioni i fundit në një sër operacionesh të kryer nga Prokuroria Speciale dhe Policia e Kosovës në koordinim me agjencinë ndërkombëtare gjatë javëve të fundit. Kuadër të luftimit të kriminalitetit, disa javë më parë, operacioni White Star rezultoi me arrestimin e 5 persona, me dyshim për kryerjen e veprave penale duke përfshirë pjesëmarrjen ose organizimin e një grupi të krimit të organizuar, i cili merrej me shpërndarjen e narkotikëve dhe pastrimin e parave. Kuadër të hetimeve rreth këtij rasti, një tjetër operacion është zhvilluar në prill, i cili rezultoi me arrestimin e 4 persona dhe sekuestrimin e substancës narkotike të llojit heroin në sasi prej 17 kg e 900 gram. Gjithashtu një operacion i koduar Mega i realizuar në qershor të këtij viti. U arrestuan 3 persona me dyshimin për vepër penale financimit terrorizmit, furnizimin me armë dhe shpërndarje narkotikëve. Po ashtu, një operacion tjetër i rëndësishëm i zhvilluar me një korrekt këtij viti. Janë arrestuar 9 persona të cilët dyshohen për vepra penale, shpërndarje parave, kontrabandim i mallër në bashkëkryer, pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar, dokumentet e rrejshme lidhur me tatimin dhe shmangja nga tatimi. Përveç tjerash, Prokuroria Speciale ishte pjesë e operacionit ndërkombëtar Switch Off i zhvilluar në janar të këtij viti, duke treguar kështu për kushtim në luftën kundër krimit financiar. Operacioni njëkohësisht u zhvilluar edhe në Mbretërinë e Bashkuar, Spanjë, Itali dhe Rumani, i cili mundsoi eliminimin e një infrastrukture informatike e cila shërbente në mënyrë të paligjshme për miliona përdorues në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, përmes një sistemi të sofistikuar informativ IPTV. Në hetimin e këtij rasti kanë bashkëpunuar dhe Kanadaja, India, Koreja e Jugut dhe Emiratet e Bashkuara. Këto raste do të hetohen plotësisht nga prokurorët e Prokurorisë Speciale dhe hetuesit nga Policia e Kosovës, në bashkëpunim të ngushtë edhe me agjencitë ndërkombëtare ligjzbatuese për të zhvilluar raste të forta para dorëzimit të tyre në gjykatë. Puna në këto raste sapo ka filluar dhe natyrisht se do të kërkoj kohë, por ne gjithnjë do jemi në harmoni me afatet ligjore. Megjithatë, derisa ne punojmë këto raste tjera po vinë drejt përfundimin dhe këto janë po aq të rëndësishme sa operacionet e krimit të organizuar që sapo i përmenda. Në raport me këtë, Prokuroria Speciale ka qenë e suksesshme në këtë rast në 4 raste të fundit të spionazhit. Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti Special, tashmë i ka shpallur fajtor 4 persona për vepra të spionazhit, ndërsa disa raste tjera i kemi në proces. Gjykata, siç jeni ndjeni, shpalli aktgjykimin fajsues dhe për rastin Banjska. Sa për këtë rasteve të krimit të luftës, disa raste kanë përfunduar këtë vit me aktgjykim fajsues nga shkalla e parë. Gjithashtu ne mirëpritem edhe aktgjykimin fajsues në rastin e njohur si 400 kg shi kokainës të shpallur në mars këtij viti. Ndërsa tani do të fillojë shqyrtimi gjyqësor edhe për rastin e njohur i Bergepeci. Vlen përmendet se në këtë vit janë realizuar 2 operacione tjera të rëndësishme në lidhje me krimet e luftës. Në këtë drejtim, në rastin që lidhet me masakrën e Reçakut, janë arrestuar 5 persona, ndërsa në një operacion tjetër të kryer në Surigan janë arrestuar gjithashtu 5 persona si të dyshuar për krimin e luftës. Pastaj hetimet në rastin që lidhen me lagjën dhe familjen e Jasharit shpejti do të finalizohen. Vlen përmendet se gjatë kësaj periudhe ne dorëzuam në gjykatë edhe akt akuzën në rastin e barrikadave. Akt akuzat tjera do të finalizohen deri në fund të këtij viti.
Ndërkohë, shumë persona të dyshuar për krime të rënda janë nën masën e paraburgimit, dhe sa ne jemi duke punuar intensivisht me hetusit policor për t'i trajtuar këto raste. Njëri ndërto është rasti Qilli i Tyr, ku aktualisht 37 të dyshuar në paraburgim, ndërsa në rastet e korrupsionit dhe të keqpërdorimit detyrës zyrtare 14 pandehur janë ende në paraburgim. Siç e thash edhe më parë, arrestimet si ato të javës kaluar nuk janë fundi i hetimit, por fillimi i një pune të madhe përpaskenës. Për të arritur sukses, unë mbështetem në profesionalizmin e prokurorëve të PSRK-s dhe bashkëpunëtorëve të tyre, të cilët i konsideroj me standard lartë. Prokuroria speciale është përkushtuar për të luftuar korrupsionin, krimin e organizuar, terrorizmin dhe për të hetuar krimet e luftës. Ne vazhdojmë të koordinohemi me agjencitë ndërkombëtare që synojnë grupet kriminale si brenda ashtu dhe jashtë Kosovës. Tani dhe në të ardhmen, ne jemi këtu për të mbrojtur qytetarët e Kosovës nga krimet e rënda dhe korrupsioni. Qytetarët e Kosovës gjithashtu mund të bashkëpunojnë me prokurorinë speciale dhe të ndihmojnë në parandalimin e korrupsionit, duke ofruar informacionet nevojshme për të filluar hetimet dhe në këtë mënyrë kështu do të sigurohen provat e nevojshme për proceset gjyqësore. Dhe për fund, ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe durimin që patet, jam i gatshëm të përgjigjem pyetje nëse eventualisht keni. Veç ju lutem para prakisht prezantoni. Eksakt arsyeja për i ka zëpikon, konkretisht sot, gjatë ditës sot me çka është sekuestru, dhe pyetja dytë persona këto që në arrestuar në shtator vitin kaluar, a do të hetohen dhe gjykohen këtu në Kosovë apo jashtë Kosovës? Edhe njëherë ju lutem pyetje. Pyetja parë është situacionit të sotëm, konkretisht çka është sekuestruar për i prokurorisë, edhe personat arrestuar në shtator të 2025-ës, a do të hetohen dhe gjykohen këtu në Kosovë apo jashtë Kosovës? Spari, ne sot s'kemi pas operacion, një operacion fundit që kemi pas para 2 dite. Dhe ne tani nuk mund të japim shumë detaje për rastet që janë hetim, për shkak se nuk është edhe etike, edhe nuk paragjykojmë. Të pandehur gjithë ju e dini janë paraburgim, dhe ne do të vazhdojmë me hetimin e rastit sipas dispozitat procedurës penale, duke respektuar plotësisht të drejtat e të pandehurve në procedurë. Se për këtë rastit tjetër, 2 të pandehurit për cilat u zhvilluar operacioni këtu në Kosovë, ata janë të arrestuar në Itali, dhe atje në paraburgim, operacion këtë që ka filluar kohë më parë, por për çka nuk mund të dajmë më shumë detaje. Ajo që vlen tek sot, operacioni i zhvilluar në Kosovë, ka qenë një operacion i shkëlqyeshëm dhe i vlerësuar jashtëzakonisht nga gjithë partnerët, për çka edhe jemi komplimentuar edhe përmes emailët që na e kanë dërguar. Unë shfrytëzoj rastin këtu, të falenderoj jashtëzakonisht shumë policinë e Kosovës, por edhe prokurorin e rastit i cili ka qenë gjatë gjithë kohës së operacionit bashkë me policinë. Florentina thotë që prej bugargjimit në 7 shtator në Francë është arrestuar një çift, nëse po flasim për të njëjtin çift që është arrestuar në për ato që është bërë edhe aksioni me 30 qershor, aty thuhet se të njëjtit kanë qenë duke u kthyer nga Amerika dhe kanë qenë duke u hetuar sipas raportimeve në Francë, kanë qenë duke hetuar për një mashtrim që ka të bëjë me pasuri të paluajshme. A bëhet fjalë për çiftin e njëjtë që jemi duke folur dhe a kanë ndryshuar pastaj dhe janë shtuar veprat penale të tjera që kanë të bëjnë me shpërndarje parash, siç u përmendën edhe sot përmes trafikimit edhe të procesit. Unë nuk kam ndonjë përgjigje saktë për këta që thani për Francë, ata që ju thash për operacionin ka të bëjë me rastin Itali-Francë, por nuk mund të them për diçka që nuk jam i sigurt. Benjamin Kurti prej gazetës ekskluzive, kam një pyetje jashtë temës së sotshme, lidhur me ushtruesën e detyrës presidentes Albolena Agjiu, e cila realisht është pasur një presion i madh ndaj juve edhe ndaj prokurorisë speciale lidhur me çështjen e hapjes së konkursit për prokuror të prokurorisë speciale. Ne kemi parë reagimet edhe brenda juve që kanë qenë disa paknazi, a është e vërtetë që keni rrapë prej e ndikimeve politike apo vazhdoni të jeni të pathyeshëm? Si komentarin fillimisht vlen të them se
këto janë pyetje që mund t'ia drejtoni Këshillit Prokurorisë të Kosovës, megjithatë unë nuk i komentoj deklaratat politike të askujt, nuk bi prej askujt, kaq në përgjigje. Nëse mundem edhe një nëse të tjera. Po, Dori, okay. Ne përmendet që jeni në fazën e hetimeve për familjen Jashari, nëse mundemi me ditë konkretisht nëse ka ndonjë periudhë kohore kur mundemi me pas ata akuzën e dërguar në gjykatë dhe a kanë me qenë të akuzuarit në mungesë edhe a shihni problematike që çështjen e ata akuzave në mungesë me qenë se e dim që e kemi adresuar edhe një problem tjetër që personat e akuzuar po vdesin dhe pavarësisht kësaj janë në akt akuza, por edhe e dim që dënimi është i pamundshëm duke pas parasysh raportin që ka Kosova me Serbinë. S'po ne duhet të jemi korrekt. Ne nuk paragjykojmë. Unë thash edhe këtu se hetimi do të përfundoj shumë shpejt. Hetimi do të ketë epilog. Pastaj të shohim, nëse ne kemi siguruar provat mjaftueshme aty që ka akt akuzë. Ky hetim është shumë senzitiv, është shumë i ndihshëm dhe kërkon maturi. Thjesht ne po bëjmë atë. Nuk mund të themi asgjë më tepër përveç se ju themi që hetimi është në përfundim. A kemi pyetje tjera? Atëherë nëse jo, ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë që keni gjetë kohë, shihemi në konferencat e radhës. Ora ka vëdole me. Me mirë.